A e keni ngjeren ndonjëherë atë pranike pushton? Ki person ke pandonjë arsye të dukshme, se menjen tuaj dite e nate. Së gjoheni duke menduar për te. Shkoni në gjume me imazhin e tigje saj. Dhe ndërmjet ke tyre di momenteve. Kugjëtimi i tigje saj del papritur në momente kë nuk e justifikon asgjë. A është një rastesi, një fiksim i thjeshtë? Apo ka diçka me të le, një mesazh që universi po përpiqet të ju dërgojë. Sot, ne do të eksploroshme se bashku këtë fenomen shkëtesus përmes prizmit të shpirtërorësisë islame. Sepse këto mendime të vazhdueshme nuk gjënejnë ndoshta frit i rastesisa, por nga shëngjë që Allahu e vendos në rrugën tuaj. Assalamu alaikum, ane jam emri dhe mirë se vini. Ne këtë video që mund të transformosh mënyrën tuaj të perceptimit të këtyre mendimeve që ju mundohen. Këto mendime të përsëritura mund të jenë të lodhshme, mendërisht dhe emocionalisht. Ato mund të ju lënë të ngatëruar, të frustruar, ose madje të obsesionuar. Por çfarë nëse unë ju thosha që ato mund të jenë një deri për një kuptim më të lehtë vetes të lidhjes tuaj me Allahun. Tradita islame në meson se asgjë nuk ndodh pa arsye. Çdo mendim, çdo emocion, mund të mbajë një mesazh hajnor nëse e di si ta interpretojmë siç duhet. Gja katër dimensionet që do të eksplorojmë së bashku sot. Provimi hajnor. Si na teste Allahu zemrën tonë përmes lidhjeve tona thirrja për lutje. Kur një mendim i vazhdueshëm, është mjaftëse për të bërë duate paskire e shpirtit. Çfarë na tregojnë obsesionet për mosbalansimet tona të brendshme udhëzimi i fshehur. Mesimet shpirtërore të fshehura në këta mendime, unë nuk mund të ndaloj se menduari për këtë person. Ishte bërë një obsesion e vërtetë që me largonte edhe nga lutjet e mia. E kuptova me vonë se ishte një provim që Allahu me dërgonte për të më kthjerte ai. Përgatituni të shihni këto mendime në një dritë të re, dhe të transformoni atë që mund të ishte një burim shkëtesimi në një mundësi shpirtërore të jashtëzakonshme. Para se të shkojmë me tutje, le të lojmë reflektimin tonë në mesimet e islamit. Profeti na ka mësuar. Për të vërtetë, në trup është një pjesë e mishi. Nëse ajo është e mire, i gjithë trupi është i mire. Dhe nëse ajo është e prishur, i gjithë trupi është i prishur. Për të vërtetë, ajo është zemra. Raportuar nga Al-Bukhari dhe Muslim. Ky hadith ilustron perfekt rëndësinë e asaj që pushton zemrën dhe mendimet tona. Ato ndikojnë në kënien tonë të tëre. Allahu na kujton në Kur'an. A nuk është me përmendjen e Allahut ka zemrat gjejnë këtesi. Sura Ar-Ra'd 30. Kjo pjesë retorike na jep një indikacion. Nëse zemra jone është e trazuar nga mendime të vazhdueshme, ndoshta nuk është mjaft i telluar në kushtimin e Allahut. Por pse shfaken këto mendime që pushtojnë? Dhe si ti interpretojmë ato në dritën e besimit tonë? Allahu thotë në Kur'an. A mendoni se do të hini në shenet pa u provuar si ata që ju kanë pasuar? Sura Al-Baqara Vellimi di, numri dikin dhe njëzët e i 4. Provimet nuk janë gjithmonë fizike ose materiale. Ndonjëherë, ato janë emocionale dhe mendore. Dhe këto mund të jenë me të vështira për tu ka persjer. Kur një person zemen gjentuaj vazhdimisht. Pjesni veten këto pjeqe. A me afron kjo lidhje me Allahun apo me largon prej tij? A mendoj për këtë person me shume se sa për krijuesin tim? Si reagojnë ndaj këtyre mendimeve? Me durim apo me frustrim? Historia e Jusufit, paka kofte mbi te. Na ofron një shembull të fuqishëm. Gruaja e guvernatorit të Egjiptit ishte obsesionuar me të sa u per pokta të ndonte. Kuran thote, ajo i mbilli djertë dhe tha, e zhvidë. A i tha, Allahu me mbrojë. Sura Jusuf, 12 vellimi 30. Kjo grua dashtoi në provimin e saj të lidhjes, ndërsa Jusufi triumfoi duke ju drejtuar Allahut. Provimi i sot mund të jetë i ngjashëm, jo në rrethana, por në thelb.
Allahu po të teston aftesin e për të mbashtur zemrën të përkendruar tek ai, pavarësisht nga shpërkendrimet emocionale. Dhe nëse këto mendime të vazhdueshme janë të vërtetë një kujdese nga Allahu. Imagjinoni, ki person që mendjen tuaj mund të jetë duke kaluar një provim në këtë moment pa e ditur. Dhe Allahu ka vendosur kujtimin i tij saj në zemrën tuaj që të luteni për ta. Profeti na ka mësuar: me e mira e lutjeve është ajo që bëhet në mungësi të personit për të cilin lutemi. Raportuar nga Muslim. Me e jashtëzakonshme është: kur ju luteni Allahut për velen tuaj në mungësi të taj, një engjëll thotë: amin dhe për ti po ashtu. Raportuar nga Muslim. Sa mundesi e mrekullueshme, cido mendim i përsëritur bëhet një mundesi për të fitoni shpërblimet e Allahut të ndihmoni këtë person përmes lutjeve tuaja, të merrni të ngjashtat bekime në kembim. Herën tjetër kue ki person të edale në mendimet tuaja, në vend kue të shkëtesoheni, transformoni atë moment në një mundesi për duate. Ja Allah gjepi këtij personi të mireni këtizisht të botës tjetër. Ja Allah udhëzoje atë në atë që është me e mira për besimin të jetën e taj. Kjo transformim i thjeshtë i perspektivës mund të ndryshoje për voqen tuaje të brendshme në mënyre radikale. Lidhjet tona shpesh zbulojnë të vërtetat e thella për gjendjen tonë shpirtërore. Profeti na ka paralajmëruar: dashuroje të dashurin tënd me modesti, sepse një dita ai mund të bëhet armiku yt. Dhe urrëje armikun tënd me modesti, sepse një dita ai mund të bëhet i dashurit. Raportuar nga Tirmidhi. Kjo mensuri na kushton natyren e përkohshme të marrëdhënieve njerëzore të nevojën për balansi. Nëse një person pushton të për mendimet tuaja, pjesni vetën këto pjeqet helbësore. A kërkosh në këtë person, atë ke vetëm Allahu mund tua ofroje. A kanë gjë boshlek në shtën time shpirtërore ke po përpikem të mbush me këtë lidhje. A kam vendosur këtë person në një pozicion që nuk i përket. Allahu përdor metoda të ndryshme për të na udhëzuar. Disa gjane të dukshme, si shpallja e Kuranit. 8 gjëra gjane të fshehura, si këto mendime që duken se dalin nga askënd. Këto mendime mund të zgjeni. Gjë shëngje se është koha për të kaluar fakën njeftëse për të mësuar nga një marrëdhënie e kaluar një thirrje për të vepruar ose për të ndryshuar diçka në jetën tuaj, një mundesi për të falur ose për të kërkuar falje. Si të dalloni midis një obsesioni të dëmshëm dhe një udhëzimi hiqnor? Përgjigja është në lutjen istikhara, lutjen për konsultim, transformimi përmes dhikrit. Çdo herë që ki person të vijë në mendjen tuaj, zëvendësoni këtë mendim me kushtimin e Allahut. Thoni astaghfirullah 3 herë, thoni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Leksonin gja varg nga Kur'an ko e dini përmendesh. Metoda e bamirësisë shpirtërore. Transformoni mendimet tuaja në veprime bamirësie. Bëni një sadaka, almë në nder të këtij personi. Leksoni një sure të Kuranit dhe ofroni shpërblimin për këtë person, krijeni një akt të mire dhe kërkoni kë Allahu ta bëjë atë për këtë person. Tekniken e ndarjes graduale mos luftoni drejt për drejt kundër këtyre mendimeve, por gjihuni me to pagjëkim reduktoni gradualisht kohën që i kushtoni atyre. Mbushni mendjen tuaj me kelime shpirtërore dhe personale frimezuese. Dua speciale për balancën emocionale. Ja Allah ti ke di sekretet e zemrave, nëse ki person pushton mendjen time për vullnetin tënd. Bëje këtë një burim të mirësisë për besimin tim. Nëse këto mendime me largojnë nga ti, se vendesoji me kujtimin tënd. Ndritso zemrën time kue të kuptoj mesazhin kue dëshiron të me dërgosh, dhe me gjep forcën për të vepruar në përputhje me ta. Këto mendime që nuk qulene nuk gjene një fatkeqësi, por një mundesi. Një mundesi për rritje shpirtërore, një lidhje me të thellë me Allahun, dhe një kaptim me të holle të zemrës tuaj. Herën tjetër që një person të pushtoje mendimet tuaja në mënyre të vazhdueshme,
Mos pjetni vetem pse mendoj kaq shumë për te. Por me të për çfarë dëshiron te me mesazhe. Allahu përmes këtyre mendimeve. Kujtoni, një provim është gjithmonë një mundësi për të treguar besimin tuaj. Njeftese për luçje është një mundësi për të fituar shpërblime. Një rregullim emocional është një mundësi për të rikthyer shpirtin. Një mesazh I fshehur është një dhuratë nga Allahu për të deshifruar qofte Allahu ka udhëzojë zemrat të mendimet tona drejt atij që kojna afron me te. Amin.